Mirëmbrëma dhe mirë se vini në program. Orkestra Popullore Vëllezërit Curri, më shumë se 4 dekada më herët, ka filluar karrierën duke performuar këngët më të dashura popullore shqiptare. Sot jemi këtu për ta shënuar këtë jubile të këtij grupi kaq të ngrohtë për ne. Orkestra Vëllezërit Curri ka rrezatuar me shumë pozitivitet gjatë gjithë këtyre viteve dhe aktivitetet vazhdojnë edhe më tej. Sonte për ju, Orkestra Vëllezërit Curri ju sjell performanca të disa nga këngëve më të bukura popullore shqiptare, por edhe dokumentarin i cili flet për punën e tyre 43 vjeçare në skenë, për sfidat dhe momentet më të veçanta të karrierës së tyre. Programin e hapëm me vallen orkestrale, e në vazhdim, Vëllezërit Curri ju sjellin bllokun e parë të këngëve që i kanë përgatitur për sonte. Fillimisht do ta dëgjojmë Tani jam mbi 40 vjeç. Më pas do t'ja marr një arshikishte. Ka mot e gjysmë viti, më mirë në pyll se në qytet dhe me sabah. Zemra djalo share, mua sot po me le. Me kohë po me shohim, vajzat plot lakmi, sytë e mi e njohim, veç një bukuri. Ajo mrite me dje, veç ajo në zemen, tjetër femër. Ajo rime me dje, veç ajo në zemër, unë jam betuar, s'ka ma tjetër femër. Tani jam mbi 40 vjeç, s'jam ai djali kryeneç, e kam zemrën plot njësi, plot me mall e dashuri. Kjo është tina ma e mirë, po më djeg veç një dëshirë. Dashuroj më shumë se kur, s'jam qakën, por jam një burr. E kam një të dashu dhe pa maset që moj, ka do që të shkoj, veç për të mendoj. Jeta është e bukur, moshtë e pjekunis, kjo është kohë e dur, kohë e dashunis. Veç ajo në zemen, unë jam betuar, s'ka ma tjetër femër.
dëshirë, dashuroj më shumë se kur, s'jam qa kënd, por jam një burr. Jam bi 20 vjeç, s'jam ai djali kryeneq, e kam zemrën plot njësi, plot me mall për dashuri. Kjo është tina ma e mirë, po më djeg veç një dëshirë, dashuroj më shumë se kur, s'jam qa kënd, por jam një burr.
Respas brezi do t'i gnojme, s'do t'i harrojmë, o fajim. Respas brezi do t'i gnojme, s'do t'i harrojmë, o fajim. Respas brezi do t'i gnojme, kur përjes do t'i harrojme. Respas brezi do t'i gnojme, kur përjes do t'i
atje njeri s'na gerge te ambel o jetën ta qojmë te ambel o jetën ta qojmë. Shoki bohen një barri, hajde son të ka solen ton, hajde son të ka solen ton. Zoti ju dhasht bujari, që se lat o ullëtarin jasht, që se lat o ullëtarin kështu gjysh nato na i kanë Zakonet e vjetra na i refe, kështu qysh nato na i kanë lan, kështu qysh nato na i kanë lan.
shaqe. E qaj me lot, o me lot me syje, ka marmali me nejt me tyje. Qaj me lot, o me lot me faqe, po t'jemera muj marru shaqe. Vëllezëri Curi dhe Nexhat Kumnova të nderuar, tani është koha për filmin dokumentar. Ky film dokumentar që do ta ndiqni në vazhdim flet për eksperiencën 43 vjeçare në skenë të orkestrës Vëllezërit Curi. Ju ftoj ta ndiqni dhe të njiheni nga më afër me këtë orkestër që ka bërë buj jo vetëm te ne, por edhe me gjerë. Për të bërë një orkestër, të duhet një ritëm, të duhet një akord, të duhet një harmoni, të duhet një tingull i ëmbël, të duhet një zë këmbues dhe i ngrohtë, dhe spaku të duhet një frym. Vëllezërit Curi filloi gjallëria në Dorsma. Në për bankat shkollore i binja bankave. Hapruam në për kohra të ndryshme. Se kisha në ëndër një ditë të jem pjesë e këtij grupi. Duhet patjetër të kem një emocion në vetvete. Është shumë e vështirë për ta përshkruar. Unë në vazhdimsi kam përcjell punën e këtij ansamblit të vëllezërve Curi. Baba jam me thonë shqip, hala ban beje në Curt. Mundohem edhe unë të shkoj mbas hapove të këtij orkestri. Hera para aty që kam këndu para publikut. Gjithmonë i kam pas afër zemrës. Në vitin 1977, Neaziu, Nehati dhe Naseri zbashku me babajnë e tyre në një ndej debatuan për shumë çështje, ndër të cilat edhe performën se si mund të ndihmojnë çështjen kombëtare. Ranë dakord që sipas traditës familjare, ata mund të ndihmojnë përmes muzikës siç kanë vepruar bab e babgjysh. Gjyshi i tyre ka vëllëstinjor në atë kohë, kurse babai virtuoz me fyll. Tani më ra vendimi të formohet një orkestër. Ideja filloi të realizohet. Pa pandeh atëherë se sa do të jetë jeta e orkestrit. Tani kur ja kanë kaluar 40 vite, duke parë historikun dallon edhe arsyen e jetëgjatësisë. Janë këta djemë që kontribuan në formësimin e kulturës muzikore me taban të shëndosh kombëtar dhe kulturor. Orkestri u bë një qelç muzikor që merrej për shembull në kulturën muzikore. Orkestri qëndroi i paluhatur nga erërat e ndikimeve turbo e shumë. Andaj merrej si mas matëse edhe nga orkestrat tjerë. Vitet e para të ngritjes ishin të vështira, por entuziazmi nuk u shua kurrë. Naser Curi, ritmin e jetës e filloi në vitin 1963, u arsimua për mësues.
Jetën muzikore e filloi dhe e mbajti ritmin si në jetë, si në familje, po ashtu edhe në shoqëri. Është eksploziv, por me fakt, i vrullshëm por i sakt, i guximshëm dhe i shpejt. Emrin Orkestrina Popullore Vëllezërit Curi, me këtë titull, me këtë emër, na pagëzoi vetë populli. Pasi që Niaziu filloi harmonikës, Nehati fyellit edhe më vonë klarinetit, unë e mora përsipër ta marrë një instrument ritmik. Mentor Sulejmani, me një tingull të ëmbël nga violina zbute dhe zemrën e bishës, e fisnikëron atë. Ai është i përkushtuar në muzikë, stimulon ndjenja dhe rrit disponimin. I dalluar si në muzikën klasike, po ashtu edhe në atë popullore. Të ta përcjell dijen kjo i shkon për dore. Është profesor i shkollës së muzikës në Shkup. Të rëndësinë e kësaj shoqërie fillova ta kuptoj kur në moshën më madhore, në moshën e rritur, atëherë fillova ta kuptoj se çka është mbështetje ndaj një artisti prej njerëzve familjar që të çmojnë sikur familjari tyre, si fëmijë tyre. Kur fillojshin të bojnë muzikë, emocionet kapshin, veçanti se pak kam qenë kinse, kam pas dëshirë unë të vallëzoj. Veç kur qa beke, klarineti, apo defi harmonika ose violina, çka me ju të regu? Kote kam që ju të regoj? Këdi e kini përjetu ju ato momente në atë kohë. Niazi Curri, arsimtari përkushtuar, jetën në familje dhe në shoqëri i çon me harmoni, i buzëqeshur, stoik, i gaditur gjithmonë për muzikë. Me punë dhe pedantëri gjithkund sjell harmoni. Anëtar dhe kontribues i veçantë në shoqërinë kulturore artistike e Minduraku, në Ibe Palikuqi, si dhe udhëheqës i orkestrimit për parimin e Kaçanik. Hapruam në për kohra të ndryshme, kohra të vështira, mirë po asnjëherë nuk u ndalëm. Vitet më të vështira kanë qenë atëherë kur melosi ynë ose këngët e mirëfillta shqipe, këngët që kishin vlera, këngët që kishin tekste me mesazh, që kishin vija melodike të përsosura, ato këngë dikush donte të na ndalonte. Drejton Sulejmani formosoi shkollimin dhe diplomoi gitaren. Sot është në Radio Shkupi ku kujdeset për muzikën dhe profesor në shkollën e muzikës. Prej vitit 1982 e rriti akordimin e jetës së vet dhe si ndahet asnjëherë gitarës. Me gitarë ishte aktiv që në fëmijëri, në orkestrën e shkollës e pastaj në lyra e në shoqëri tjera artistike. Duke shku në punë herët në mëngjes, unë dalë me një shitore në qarshin e vjetër të blej disa tela për gitarë, që mu deshin për gitarën, t'ja ndrojmë telat, ashtu është rendi. U takuam rastësisht me Naser Curin, antarin e grupit Vëllezërit Curi. Dhe më pyeti Naseri, a kisha pas dëshirë të shkoja në Kroaci, në Poreq, saktësisht, të performoja me gitarë atje në një aheng familjar në Kroaci atje. Dhe unë aq u entuziazmova kur ma tha këtë, se e kisha në ëndër një ditë të jem pjesë e këtij grupi. Unë padyshim përgjigjja ime ishte po. Unë në vazhdimsi kam përcjell punën e këtij ansamblit të vëllezërve Curi, më kanë qenë të këndshëm, i kam adhuruar gjithnjë. Dhe them se janë prej trallëve, prej ansambleve të cilët e kultivojnë muzikën e mirëfillt shqipe. Dhe
pikërisht kësaj muzike, vëllezërit Curi kanë arritur që deri në atë shkallë sa ata janë përcaktuesit e dasmave të dasmorëve, të cilët e kanë shpirt muzikën e mirëfillt shqipe. Nexhat Kumnova, me dhunti të kordhave të zërit, ja çliron lumturinë çdo njërit. Zë i mekur e i ngrohtë, heri but e heri fort. Të shkrinë në ndjenja për jetimi është si dagë, si val lehtësimi. Qysh në gjimnaz, dhe me thonë, viteve 7-8, dhe thonë me Nehatin ishim me një klasë, kështu që kur kishte festa gjimnazi, shkolla, ne e formuam një grup aty, edhe hera par aty që kam kalu para publikut. Po s'ke tolerancë, mendimi im që 23 vite nuk do t'ishim bashkë. Baba jam, kur e dike që jam me vëllezrit Curi, flejke rahat të shtëpia, ana për darsma, ana për turneja, se jam ikon, ka mos jam ikon me vëllezrit Curi. Që sot e atë ditë, ma sa vjetëve do me thonë që nuk jam une me vëllezrit Curi, baba jam, me thonë Shqip, hala ban beje në Curtë. Ato asë njëherë nuk e lejuan vetën që për shkak të legve, për shkak të gjendjes ekonomike, ta vjedhin melosin e huj edhe ta plasojnë e ta shesin, po gjithmonë munduan që ta ruajnë dhe ta kultivojnë melosin dhe këngën tonë të mirëfillt shqipe. Nëse them qastet të cilat i kam kalu me atë orkestër, janë shumë. Gjithmonë duke cek ngrohësin, humorin, fjalët e mira, bisedat, mirë po dua të them edhe respektin maksimal që kam pas ndaj meje. Jam munduar që ata si që punuan dhe vepruan ata për artën dhe kulturën tonë, mundohem edhe unë të shkoj mbas hapove të këtij orkestri. Nehat Curi, për të pasur shpirt kjo orkestër, duheshte një frymë fanfarike. Dhe më vitin 1961 erdhi në botë për të bërë arsimtar në kuptim të plotë. Frymën për nxënësit e harxhon, muzikën t'u mëson. Simbiozë është në orkestër, dhe fryma e tij të jep zemër, të bën të ndjesh se lundron. Ai orkestrin e bashkon, kontribues në shumë ansamble dhe në përgjithësi në kulturën muzikore shqiptare. Fillimi ka qenë një dëshirë e madhe e prindërve, posaçërisht e babait, i cili kishte dëshirë që në shtëpi të mblidhemi dhe të kemi aheng familjar, një ngrohtësi familjare, e cila buronte nga shpirti, do me thënë, dhe kështu që filluam gradualisht dhe njëherë me një fisharmonik dhe me një dev, filluam në për disa dasma këtu ku ishin dasma shoqërore, pa kur farë, do me thonë, interesi, por vetëm që e doni muzikën. Është kënaqësi që me vëllezërit e mi gjithë të vite punuam së bashku, mbjetuam çdo gjë në këtë jetë, të mira të këqija, i ndam të gjitha së bashku, si një familje faktikisht, dhe gjatë gjithë kësaj periude jemi munduar që publikut, artëdashësve, ata të cilët e duan këngën popullore, e duan melosin popullor, e duan vallën popullore, çdo gjë që lidhet me kulturën tonë shqiptare, jemi munduar që ta përcjellim brez pas brezit. Rrugëve të Qarshis, tërthorësje në qark,
me muziku që ndis me vegla për merak. 23 vjetë orkestrim mahengjeve për gëzim, mbajtën gjallë si biluri orkestri vëllezrit Curri. Me def mbahet të ritmi, akordimi me gitar, harmonin e bën sinti, por violina është e parë. Dhe gjitha kjo nuk ka lezet, po mos të ketë klarinet, që me këngën të jehoni dhe me korda zërit do këndoni. I kemi sërish në sken tani instrumentalistët që do të na sjellin performancat e radhës. Në fillim do të dëgjoni këngën Çamëria performuar nga Nehat Curri, e më pas do të vazhdojmë me solistin Nexhat Kumnova, që do të këndoj Çun Tirone, Lume lum për botën, Robi plaket kur do vet dhe Kush niset me Bosevda. Çamërina mori malli, çamëri, se neve unë ndam nga halli, çamëri. Undam nga
qame e kaluar qame
me tavan Tirane Se jam qun Tirane moj, edhe për dashnije, fukara edhe i pasur, qefin do ta boj.
Oshe bukur kjo rinia, gjomat mirë bo ta se ka. Mirë po ja që vjen pleqnia, dhe kem borgje për me la. Mirë po ja që vjen pleqnia, dhe kem borgje për me la. Lule, tu i fluturu, tu i bo qev, tu i bo dashni. Robi kurse ka me ndue, se vjen prapa një pleqni. Robi kurse ka me ndue, se vjen prapa një pleqni. Nga muzrije o sarhosha, vesti qomore është e vërtet. Robi s'plake kur vjen mosha, robi plake kur do vet. Robi s'plake kur vjen mosha, robi plake kur do vet. Nga një vitet kalojme, shkon një vit vjen vit i ri. Se sa vite do t'jektojme, nuk e dinen as njeri. Se sa vite do t'jektojme, nuk e dine as njeri. O njeriu i shkret, mos e lodh veten tu i mendu, për me le e për me vdet. Zoti datën ta ka shkru, për me le për me vdet. Zoti datën ta ka shkru. Nga muzrije o sarhosha, vesti qomore është e vërtet. Robi s'plake kur vjen mosha, robi plake kur do vet. Robi
pleqenis, kush niset me baselda, në moshen e pleqenis, mjerate që erën menja, kujton vitet e rinis, mjerate që erën menja, kujton vitet e rinis. Qerinas kush se do, zemra jo nuk e pranon. Pleqerinas kush se do, zemra jo nuk e pranon. Vetëm një rrugë, vetëm një fim, koha ike, mosha shkon. Vetëm një rrugë, vetëm një thim, koha ike, mosha shkon. Sevdaja s'ka kufi, gjithë njerëzimi leta di, se sevdaja s'ka kufi. Une vet e ka provu, si vrini edhe pleqi. Une vet e ka provu, si vrini edhe pleqi. Sa man moj gjyja remit, me një shtat, por si se livi. Ja sa man moj gjyja remit, me një shtat, por si se livi. Po dhe zjani gjithë miletit, moren qap këta pleqe të li. Po dhe zjarmin gjithë miletit, moren qapta pleqe të li. Këngë Shpirti e titulloi Nehat Curi këngën e tij autoriale. Teksti dhe kompozimi nga vet ai, kurse orkestrimi nga Mentor Sulejmani. Këngë kjo dedikuar punës së orkestrës Vëllezërit Curi dhe shënimit të këtij jubileu. Do ta dëgjojmë në fund të programit këngën e Shpirti, duke i dëshiruar orkestrës popullore Vëllezërit Curi edhe shumë dekada të suksesshme në skenë.
se shpirtit tim, le të del ky vrullim, këngë e zemrës së shpirtit të tim. Diçka ty du me tregu, edhe pse unë po plakem, këngas m'len me u dorëzu. Edhe pse unë po plakem, këngas m'len me u dorëzu. E violin me bukrin za, ëmbëluaj sa më ska. Shpiritit të tim, le të del ky vrullim, këngë e zemrës së shpiritit të tim. Shkurt më dëgjoni, këtë këngë tu je këndu, gotat ju t'mi sakroni, asat jem gjallë mos me më haru. Gotat ju t'mi sakroni, sat jem gjallë mos me më haru. Ej, violin me bukrin za, sa më ska, le të del ky vrullim, këngë e zemrës së shpirtit tim, le të del ky vrullim, këngë e zemrës së shpirtit tim.